Në oborin e shtëpisë, Rozana dhe Gjesti po bisedonin mbi qëndrimin e tyre dhe sa gjatë mund të vazhdojnë aty. Gjesti shpreu mendimin se nuk janë shumë veta brenda dhe për këtë arsye mund të përfundoj shumë shpejt gara. Gjatë bisedës, Rozana e pyeti: "A ka mundësi të sjellin Eglin sot?" Gjesti: "Jo, nëse e sjellin e prish me një herë, s'ma ndjen le të ulet çmimi e krejt." "Jo, s'më intereson kjo punë," tha Gjesti, duke treguar se për të pranimi i Eglit në shtëpi do të ndikonte ndjeshëm tek ai. Gjesti u përgjigj pa hezitim, me një herë e prish, i flas, muhabet, llaf sa të mundem. Duke vrentur ndjenjën që ai shfaqte, Rozana e pyeti: "Të ka marrë malli?" "Po, qysh jo," u përgjigj Gjesti me sinqeritet. Ajo vazhdoi ta testonte më tej duke e pyetur nëse e mendon Egli. "Po, e mendoj," pranoi Gjesti, duke shtuar se kishte pasur shumë momente të mira me të, por diçka kishte ndikuar negativisht në situatën e tyre. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.